Mirëdita vëllezër dhe motra, dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdin atit tim qellor. Zoti në mëshirën e tij më lejoi ta njoh kishën që fëmijë. Në moshën 13 vjeçare, Zoti në profecinë e tij të shenjtë më tha se do kujdesej për njerëzit e mi. Nëna ime pati kancer në mitër dhe kancer në stomak, u shtrua disa herë në spital, pasi pati metastaza. Në këtë mënyrë Zoti u shfaq dhe veproi tek ajo. Brenda 1 jave e shëroi, hutoi doktorët dhe fjala e tij u përmbush. Babai im po ashtu kishte një sëmundje të rëndë, të quajtur vertigoja e menjerit. Nga dashuria dhe mëshira e tij ai më lejoi në një vegim, në një kult adhurimi, të shihja babain tim të ulur në një stol dhe ai e ngrinte dhe ai këndonte Zotit. Kështu gjatë studimit biblik të Jobit 22, në lutjen e motrës Maria Luisa, në mëshirën e tij, e ngriti babain tim dhe ai u shërua. Fjala e tij u përmbush. Në moshën 14 vjeçare fillova të përdorja drogë, të konsumoja alkool, megjithatë një herë në disa kohë shkoja në kishë për të dëgjuar profeci. Isha një njeri i trishtuar, bosh, nuk kisha lumturi, nuk kisha qetësi, ndihesha keq, nuk ndihesha i plotësuar. Isha një njeri me zemrim, një njeri me mëri, një njeri hakmarrës. Në paditurinë time thoja se duhet të bëja çmenduri, se duhej të bëja gjëra jashtë arsyes që të ndihesha gjallë. Dhe ndodhi që rasht në depresion dhe u përpoqa 2 herë t'i jepja fund jetës. Në njërin prej tyre Zoti në mëshirën e tij më lejoi të kisha një përjetim shpirtëror në të cilin ngisja motorin në gjendje të dehur në ndikimin e drogës, pash një kamion mbylla syt për t'i dhënë fund jetës. Kur i hapa përsëri, në atë moment ndodhesha në dhomën time. Në rastin tjetër, në po të njëjtën gjendje, po ecja me shpejtësi mbi 100 km/h dhe u përplasa me një mur, motori u dëmtua, por ai ma ruajti jetën sepse vetëm pata disa gërvishtje. Disa njerëz që më ndihmuan mbetën të habitur dhe thoshin se më shikonin sepse nuk kisha asnjë kockë të thyer dhe as nuk e kisha humbur jetën sepse me shpejtësinë me të cilën po ecja, të paktën duhet të kisha thyer një dorë, një këmbë ose ndonjë pjesë të gjymtyrëve të trupit tim. Ashtu siç ja premtoi nënës time dhe ashtu siç ma premtoi mua dikur, fjala e tij u përmbush, sepse ai ma ruajti jetën. Ai po ashtu më tha se do të më hiqte fanatizmin, sepse isha pjesë e një nga grupeve të tifozëve të një ekipi kolumbian. Isha një njeri që kur nuk shija ndeshjet e ekipit ndihesha keq, nuk flija, rria pa ngrënë dhe lija pas dore gjëra të rëndësishme, vetëm për ta ndjekur, për ta parë duke luajtur në gjithë Kolumbin. Fjala e tij u përmbush sepse ma hoqi fanatizmin. Po ashtu në profecinë e tij të shenjtë, më tha se do kaloja kufit dhe ai më lejoi të kaloja kufit. Më tha se do të më lejonte të kisha eksperienca shumë të forta, që të mësoja ta vlerësoja, të mësoja ta doja dhe gjithmonë e kuptoja, sepse sado që gaboja, e ndjeja dashurinë e tij, e ndjeja paqen e tij, ngushëllimin e tij, sepse më lejonte të kisha ato eksperienca, por mësoja çdo herë më shumë. Më tha se do vendoste njerëz që do të më ndihmonin, do të më jepte një punë, do të më siguronte gjërat dhe nuk do të më mungonte asgjë, dhe fjala e tij është përmbushur. Më tha se do të shndrohesha në një njeri ndryshe, në një njeri të ri, se do të rilindja, dhe fjala e tij është përmbushur sepse tani kam lumturi, kam paqe, kam qetësi, ndihem i plotësuar. Më mësoi ta dua, ta ndjek. Tani qëllimi im është të shërbej në përsosmëri dhe të kërkoj dhuntit frymërore, tani e kërkoj me besnikëri, tani jam i sinqert, tani jep nderin dhe lavdin atit tim qellor, këtë e dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdin atit tim qellor. Mirëmbrëma vëllezër, Zoti ju bekoft. Kur nisa të shkoj në kish, Zoti më tha në profeci se do të rikthente jetën që djalli ma kishte marrë plotësisht. Dua të flas për shëndetin tim. Un kam 9 vite në kish dhe gjatë kësaj kohe kam kaluar 28 sëmundje të ndryshme, ndërto një kancer në mitër, rrezikoja të më prisnin gjithashtu këmbët dhe të më vinin proteza në gjunjë, dhe me anë të një ëndre me motrën Maria Luisa, Zoti më shëroi nga një tumor në tru. Jetoja në këto kushte dhe vuaja gjithashtu nga një migren që kam pasur që në fëmijëri dhe që kur nuk më kishte shkuar në mendje të lutesha Zotit për të. Kisha gjithashtu një hernie diskale, një alergji lëkure shumë të fortë në pjesën e pulpës së këmbës. Dhe Zoti nga një moment në tjetrin, ashtu siç e kishte premtuar, më riktheu shëndetin në plotësi. Dëshmoj për të lartësuar veprën e Perëndisë në jetën time.